Profesor Martini, një risi mund të themi, si ka kohë si nuk jeni në konferencën e shtypit të pragneshjes, sot duket një augur i mirë edhe për skuadrën? Unë shpresoj që t'jetë augur i mirë, normalisht kam qefën ndaj larg, por ka momente që duhet jem, sepse janë disa situata që nuk më pëlqejnë prej kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë ti s'do të arbitrosh më, tjetri thotë kamera, tjetri, domethënë është një presion që bëhet arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për Kurgjo, ndeshjen e parë të kampionatit, kurse shoh që këto të trajnera që bërtasin shohin mundën e bëjë gjithçka. Nuk po dënohen, nuk më marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thojnë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. E keni fjalën për ndeshjen e fundit me Ignatin? Po e kam fjalën edhe ndeshjen e fundit me Ignatin, edhe nuk e kuptoj, gjyqtarët e FIFA-s duhet të kenë autoriteti çik më tepër, sepse të shohësh nga fillimi deri në fund, siç ishte rasti Aleksi që shohte pa fund edhe arbitrat, po edhe në pushimin e ndeshjes që bënin presion te arbitrat, apo edhe mas ndeshjes nuk më pëlqejnë, duhet të kenë më autoritet, sepse mandej acarohet, agravohet situata dhe nuk është mirë për futbollin shqiptar. Gjatë Ignati na flen pak, nesër ndaj Dinamos, një tjetër sfidë besoj shumë e vështirë. Po normal që është një sfidë shumë e vështirë. Dinamo ka një ekip të mirë, një ekip që pretendon, por e shoh që janë tremën, si Ignati, si Dinamo, mënyra se si ato komunikojnë mas ndeshjeve, në intervistat, konferencat për shtyp janë shumë tremën, sepse e dinë që ne jemi këtu edhe jemi më të mirë se ata. Do të se me mungesa gjithë kësaj periudhe, por të skuadra e të mështirë, si do të jetë nesër skuadra, sa e plot do të jetë apo do të bëhet sërish mungesa? Po nuk do të jetë Bismarku, nuk do të jetë Drosi, pjesa tjetër është okej. Normalisht me gjendjen e tyre që se kanë të mirë, sepse edhe Çato edhe Murata i kanë pak që janë bashku me grupin. Pjesa tjetër janë në rregull. Presin një ndeshje shumë të egrë. Pres një ndeshje që të harrojnë atë që mendojnë që në Shkodër luhet futboll i hapt, të harrojnë nesër që mund të gjejnë një atmosferë të tillë, sepse kjo është një fushë që kam 11 gladiatorë në fushë që jena gati me prit gjithçka. Kemi pyetur edhe drejtorin Zinan javën e kaluar për Bismarck, ka pasur shumë algoritme, shumë ndoshta vërteta pa vërteta, cilat qëndron e vërteta Bismarck ka pasur me vërtetë probleme dëmtimi apo ndoshta ka edhe probleme të tjera. Jo, me që u hap çështja e Bismarckut, unë jam kontakt non stop me te, stërvitet në palestër, dan më shumë se na që tjetë fushën e lojës, sepse ai vllaznin e konsideron si një ekip që duhet me dhënë maksimumin, por edhe si një ekip që tjetë trampolin për mushitja shtetit, më tepër si po e vun ai, nuk e vun asnjë. Ai para 4 ditëve ka bë injeksion në kavile. Shpresojmë që shumë shpejt do ta kemi në fushën e lojës. Normalisht mas ndeshjes kombëtare jam i bindur që 99% do jetë pjesë e ekipit. E theksuat edhe pas ndeshjes me Ignatin në Raguzhin se minutat e fundit janë shtruar në një problem për vllaznin. Kesh menaxhimin në një farë mënyrë e pranuar vetë. Janë marrë masat që në vazhdimsi mos të ndodhin të tilla situata të vështira për vllaznin. Ne punojmë për ditë, ju kam thënë jo më këtë kam thënë edhe mas intervistë. Djemtë mi janë më të mirë, mundohem me diskutu më për ditë me ta, që mi mush edhe mi bind, sepse realisht nuk po them një të vërtet, nuk po them jo për t'ja bërë qefin atyne. Kështu që na duhet mas me pas frikë me fitu. Ka momente që duhet lush pist, duhet lush në çdo mënyrë për të ta fituar atë ndeshje. Ne realisht nuk jemi një ekip fair play, nuk bëjmë veprime të tilla, por gjithsesi është një gjë që duhet më rregullu, duhet më riparu dhe shpresojmë ta bëjmë. Murata dhe Çato që kanë nga dëmtimi janë në 100% shëndytyr apo duan edhe kohë të ardhur. Normalisht nuk janë asnjëri as tjetri, ndoshta Murata i pak më tepër se Çato, po vinë mas një periudhë dëmtimit me pak stërvitje me grupin, por gjithsesi janë pjesë e rëndësishme e jona. Kush e konsideron ndeshjen nesër një përballje trajnerësh? Do të jetë tillë?
Jo, unë nuk e konsideroj të tillë, unë konsideroj një ndeshje me një rival direkt, me në lojës, të bëjmë ato lojën tjera që siç i kena bën në Loro Boriqi dhe shpresoj dhe besoj marrëzisht që do të fitojmë. Do të ketë lëvizje në formacion, ndoshta edhe me rikthimin e Edhe sikur ta kisha gacis do i thosha, megjithatë pak a shumë është e njëjtë. Për shembull, jo marrim një përshtypje për mbrojtësin bosnjak Tato Çiriković. Është një sportist i mirë, Normalisht sot ai me gjendjen që ka mund të futet me lujt. Problemi është që matem shumë kur ta fus, mos ta fus në ndeshje që janë thik, sepse mund ta dëmtojmë, mund ta bëjmë një ndeshje të keqe dhe mandej mund ta humbim. Do ta fusim gradualisht, një moment më të përshtatshëm, pse ndoshta edhe nesër nëse kemi nevojë, por gjithsesi është një lojtar i mirë që ka më ndihmuar gjatë kampionatit. Një pikë dy ndeshje të fundit. Ka pak presion squadra për rikthimin e fitories? Një pikë dy ndeshjet e fundit, okay. Momentalisht kemi mbyll fazën e parë në vend të parë. Ka filluar faza e dytë. Kemi luajtur në Rogozhin, kemi 2 pikë minus. Ndeshjen e dytë të fazës parë kemi humbur me Dinamon. Kështu që shpresoj që ndeshja e dytë e fazës dytë na gjejnë me pikë më shumë se faza parë. Do të mbajë vllaznia kryesimin e kampionatit edhe pas kësaj jave, duke pas parasysh në gjeshjen e krye. Barazimi me Elbasanin, Egnata 1 pikë, Dinamo 2 pikë. Ne jemi të përqendruar maksimalisht. Normalisht kemi disa javë që jemi në vend parë. Për me dalë në vend parë është më kollaj se sa me rujt vendin e parë, sepse turistënia është shumë e madhe. Megjithatë me ekipin, personalitetin dhe pikurinë që kena, unë mendoj që do të vazhdojmë me mojt. 6 ndeshje në Loro Boriqi këtë sezon, bashkë me Kupat e Europës. Dhe gjithë 6 fitore. A kthyer në pikë fort ky stadium për vllaznin? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme, për kraja e tifozëve tonë. Domethënë ne edhe duhet i kërkoj një lloj njeset sepse kishim shumë tifozë edhe në Rogozhin dhe më vjen keq që në ata minuta psum gol, janë arma jonë e fortë, janë ADN-ja jonë, kështu që mendoj që bashkë me to të vazhdojmë këtë histori. Për pak të bashkuar në Zërviti edhe Kevin Zeti, si është gjendja e tij dhe vijoi tjetri së vllaznis për pjesën e vazhdimit të sezonit apo është akoma në provë? Jo, Kevin është një djalë i talentuar, një djalë shkodran, që ka qenë pjesëtar i ekipit Interit ose domethënë është lojtar i Interit, momentalisht ka luajtur me Romën. Dëshira e tij është më ardh me luajtë Shkodër, por presim dokumentacionin e duhur. Është një djalë mjaft i mirë, djalë punëtor, djalë që i pëlqen të losin Shkodër. Shpresojmë që të bim dakord edhe me ekipet që i kolos përpara si Interi dhe Roma, edhe ta kena sa më shpejt pjesë të ekipit. A keni nesër ndarë vllaznia sërish e parë? Po, mendoj që po. Për postur emrave që përmendën me herët në Mercato, pritet ndonjë lëvizje big në janar? Për mu tonë ekipi im është big, nuk kam një lojtar që s'është. Unë mendoj që deri në janar kemi kohën e duhur, ne do të vazhdojmë të shohim ndeshjet njëra mas tjetrës, sepse janari vjen shpejt, normalisht në qoftë se do kemi në vend me riparu, do ta riparojmë, siç mund të largojmë në një që nuk është aty ku duhet. Ka ndonjë peng martini nga ato emrat që janë afruar se s'ka ardhur në ato pjesëmëritë e duara? Po me të pyet më konkretisht e di ku do të më dal, megjithatë unë mendoj që çdo njeri po bën mirë, pranohen e gabimet edhe gjithë secili. Unë kam një parim tek çdo lojtar i jemi, nuk filloj të gjanat e këqija, po filloj të gjanat e mira. Kur them ka këtë mirë, mandej përmendim edhe një të keqe që ka. Por fatkeqësisht në Shkodër përmendim 1, 2 ose 3 gjana të këqija, mandej thojmë të mirat. Kështu që unë preferoj me pa gotën gjysmë plot. Çdo lojtar që kam është shumë i vlefshëm, edhe është shumë i dobishëm. Plus janë djemë të mirë, janë djemë me karakter, djemë që mendojnë për futbollin, mendojnë për të ardhmen e tyre, djemë që mendojnë për vllaznin. Faleminderit. Faleminderit.